Shërbëgjykues konstaton se 3 dokumentet përmbushin kriteret prima facie të rregullës 138. Sa i takon relevancës, shërbëgjykues vlerëson se 3 dokumentet janë relevante për besueshmërinë e personit që pretendohet se është mbajtur i ndaluar nga UÇK-ja dhe për të cilin shumë dëshmitar, përfshirë dëshmitarin 04758, kanë dhënë dëshmi. Sidoqoftë, shërbëgjykues vëren se personi që është objekti i këtyre artikujve nuk është thirrur për të dhënë dëshmi. Relevanca e materialit lidhet me dëshminë e këtij dëshmitari që pretendohet se ja ka dhënë një personi tjetër, i cili më pas erdhi dha dëshmi para këtij shërbëgjykues. Sa i takon vlerës përfues, shërbëgjykues vëren se ndonse saktësia e këtij informacioni që gjetet në artikuj nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur, sidoqoftë këto tre artikuj kanë data të ndryshme, vijnë nga burime të ndryshme mediatike, citojnë burime të ndryshme dhe sugjerojnë se viktima e pretenduar është dënuar për vepra të rënda penale në Kosovë dhe është arratisur nga Kosova. Shërbëgjykues konstaton se ndonse dokumentet relevancën e kanë shumë të vogël, kanë një lloj vlere provuese e cila mjafton për të përmbushur standardin prima facie.